ngrihu. Ka qaste kur nuk ke fuqi të ngrihesh. Trupi mund të lëviz, por zemra mbetet e palëvizur. I dërguari Allahut, paqja e Zotit qoftë me të, e njinte mirë këtë çast. Shpallja sapo i kishte ardhur. Pesha e asaj që e priste përpara ishte e paimagjinueshme. Bota ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. E megjithatë, ai ishte i mbështjellë me një batanie, i heshtur, i mbi ngarkuar, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë ishte ajo që sapo kishte filluar. Pastaj Allahu foli: ngrihu dhe paralajmëro. Në arabisht, fjala kum, ngrihu, nuk do të thotë thjesht të ngrihesh në këmbë. Do të thotë të ngrihesh me qëllim, të aktivizosh diçka nga brenda vetes, të ecësh përpara me një qëllim të qartë e pa u zbrapsur. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të, nuk u urdhërua të priste derisa frika të qetësohej, derisa njerëzit të ishin gati të dëgjonin, apo derisa rruga përpara të bëhej e qartë. Urdhri ishte i thjeshtë dhe i prerë: ngrihu. Allahu nuk ja hoqi frikën fillimisht, e pastaj ta dërgonte përpara në misionin e tij. Ai e dërgoi përpara bashkë me frikën. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të, nuk u vun në lëvizje sepse ndihej gati për t'i folur botës, apo ndihej i fortë për të përballuar peshën e rëndë që ju caktua. Ai u vun në lëvizje vetëm sepse Allahu e thirri, dhe forca i erdhi pasi ai u ngrit, dhe jo para saj. Ai nuk priti të forcohej një herë. Kështu Allahu zgjoi atë që tashmë ndodhej brenda zemrës së tij. Ndonjëherë ajo që na duhet nuk është më shumë motivim, është qartësi. Kur e kupton vërtet se për çfarë je krijuar, nuk pret të të shtynë, vetëm qëllimi bëhet shtytja. Kur Allahu i tha ngrihu dhe paralajmëro, ai i dha të dërguarit të tij një raje të re zemre. Nuk ishte thjesht një mision, ishte një shëndrim. Sa herë që fjalët e njerëzve rrëzonin, ai urdhër jehonte sërish brenda tij: ngrihu. Sa herë që ftohtësia e banorëve të Mekës rëndonte mbi të, zjarri brenda tij ndizej më shumë. Sa herë që zemra i dobësohej, fjalët e Allahut e shtynin përsëri përpara. I njëjti ritëm jeton brenda çdo besimtari. Ti ngrihesh për namaz, dobësohesh, ngrihesh sërish, përqëndrimin. Pastaj diçka thellë brenda teje përshpërit: ngrihu. Urdhri që e ndërtoi profetin, paqja e Zotit qoftë me të, nuk ishte menduar vetëm për të. Ai është për çdo që ka ndjerë ndonjëherë se ka mbetur i bllokuar mes frikës dhe besimit. Çastet e strukjes nën mbulesë u ndodhin të gjithëve. Pesha, hezitimi, lodhja janë pjesë të qenit njëri, por thirrja për të ngritur nuk largohet kurrë. Kur ngrihesh për Allahun, ai e mban atë barë që ti nuk mundesh. Kur ti qëndron për të, ai i jep kuptim qëndrimit tënd.